Flasim pak për hekurudhat se kollajt thuash ku I keni hekurudhat, pse si bëni hekurudhat, s'keni një hekurudh, s'keni, se nuk keni turp, nuk keni, por të rilindësh infrastrukturën hekurudhore nga hiçi, ku e katandisi liri demokracia e fillim viteve 90, duhet jo thjesht një përpjekje dhe një durim shumë I madh, po dhe një reputacion I vendit, një situatë ekonomike dhe një aftësi financimi që deri dje Shqipëria nuk e kishte asgjë kundi. Tani më ne nuk kemi thjesht një synim, po kemi një plan konkret për të ndërtuar rreth 530 kilometra hekurudh sipas standardeve të Bashkimit Evropian, të elektrifikuar dhe të integruar në rrjetet europiane, projekte konkrete, procese pune konkrete. Hekurudha Durrës-Tiranë, aeroporti I Rinasit, aktualisht në ndërtim, do të jetë linja e parë e elektrifikuar në vend, me 12 stacione përgjatë saj, e cila do të nisë operimet në fillim të vitit të ardhshëm. Hekurudha Vor-Hanihotit, lidhja me Malnezi, është aktualisht në proces prokurimi. Ndërtimi pritet të nisë në fund këtij viti dhe të përfundojë në 2030. Pjesë e korridorit 8 janë rehabilitimi I linjës Durrës-Rogozhin, që nis ndërtimin po në fund të këtij viti dhe përfundon në fund të vitit 2028, si dhe projekti Rogozhin-Pogradec dhe kufi me Maqedoninë e Veriut, aktualisht në fazën e projektimit.